ditën e kiametit del robi për para Zotit Gjelle Gjelalu, ka bo veprat mira plot, dhe vinë kundërshtarët e ti, hasmit e ti, viktimat e ti. Ka njeri ka bo zullum dikujna, i ka hin hak në pazar, i ka hin hak kushijës, i ka hin hak dostit, i ka hin hak familjes. Ata e lipin hakin, si cili ka me lip hakin e vetë, sidomos atë ditë, se atë ditë dahen hakët e drejta. Edhe vjen njeri dhe ta lip hakin që i ke bo dam. Thotë Sufjan ibn Ujejne, ta shkuptoja hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vjen njeri edhe thot: o Zot, kthe më hakin. I merr pi namazit, i merr pi zakatit, i merr pi haxhit, i merr pi sadakajës, ja merr plot vepra, shkëmbejën. Që kjo kefara, dëm, shpërblim, e shpërblen të dëmtumin tan, e shpërblen as që i ke bo dëm. Allahu subhanahu wa taala thot: mos ja prek agjërimin. Mirë, Sufjan ibn Ujejne thot: e nëse met, thot, Allah s'ma ka këthi hakin, ka met Allah. Allahu subhanahu wa taala thot: unë ta kthej, beron ta kthej. Ama agjërimi s'ja prek. A e shihni sa është i madh agjërimi? Kur të vjen me ta mor hakin, ti thua Allah do të më dhona, po kimi më mor agjërimin. Allah do të jo mos ja prek agjërimin. Sa agjërimin e ka bërë për mua. Çka ka met me dhon diçka tjetër, ka met ç'kjo. Allahu subhanahu wa taala thot: unë ta jap tash. Leje këtë rahat. A dhe dhe Sufjan ibn Ujejne, djetarëve të mëjtë muslimanëve, ka thënë: wallahi shpresoj agjërimi më shpëtu ditën e kiametit. Se na i marrin njerëzve që ju kena bo zullum. Ai në vakt ka thënë: mos flasna për këtë vakt që njeri ka mundësi, nuk ka mundësi me mahallën e vetë së lahat. Sa zullum që bajna me qytetin e vetë së lahat. Mos flasna për të tjerë, por shkak zullume që ka i bajna. Rri njeri pik këtu e ban gibet njeri në Amerikë, rri pik këtu në Arabi atje, sidomos të ulemat e tonë, këto ulemat e Facebookit, pik këtu rriki i drejton këta gjë, apo don, këti drejton kë. Pse marrin gjunat, pse marrin, pse ranon vetveten. Ka mujtë asje taku me ata kur, asje pa me ata kur, as ke net me ata kur, as se di kush janë, kur dorën se ke prek, kur trupin se ke pa, e ban gibet. Ka ki muzatet me Allah, ka dalë. Ki muzatet me këta dush e ki pa gibet. Me këta dush ka ju ke fënduar, ki muzatet. Ka me qëllun një vlijat Allah i gjele, me qëllun mikt Allah subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala: men harabe li waliyin qad adhantuhu bil harb. Kush ma prek një mik timin i baj luft i baj. Kujdes me hakët e njerëzve. Andaj agjërimi është e vetmja vepër. Ka thënë Sufjan ibn Ujejne, duke i shpjeguar hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam: çdo vepër e birit të Ademit ka shpërblim dhe dëm shpërblim përveç agjërimit. Çish përveç agjërimit? E merr Allahu xhel xelaluhu e pagun të dëmtumin tan për shkak të agjërimit. Që Allah thotë: jo, agjërimin e ka bërë për mua, leje, mos ja prek agjërimin. Dhe pse këtë vepra tjerë mundot mi pa për Allah, ama veç agjërimi pastrohet, filtrohet për hir të Zotit te bareke ve teala. Për këtë arsye të nderuam xhamat, jemi në këtë muaj që agjërojmë, e falemi, e bëjmë vepra të mira. Ti pastrojmë në jetët tona, ti pastrojmë ndërgjegjët tona, ti gdhendim karakteret tona, të bëhemi pak më musliman, të nderuam xhamat. Shumë po flitet, shumë po kallëzohet, na kit po agjërojnë alhamdulillah, shumë Ramazana, ama si rejt i përgjithshëm i muslimanëve, i përgjithshëm dhe në detal, nuk o që jemi agjërus. Në sheshkon pazar, a mund është me thonë këta agjërusit? Jo, këta trektar. A di kur thuhet të agjërusit? Kur zban, kur kush ati manipulim me peshorën, atër thotë që këta agjërusit. Me ardi kur në gjami me thonë që këta agjërusit? Ha? Ja, pikpitje. Pse? Se shumë zullume vajna, shumë korruptime vajna. Së në thojna këta agjërusit. Pse? Sa agjërus shka i be? Hegjara, kalan. A e kelon zullumin? Jo. A e kelon kibetin? Jo. A e kelon gjërat të kësia? Jo. Qëllë agjërus? Ku është agjërusit të ndërum gjëmat? A veç bukëna? A veç ujina? Jo. Vala ka cullë që janë të ninuë, ka fëmi janë të ninuë, 6-7 vjetë, o të ninuë këna, o të ninuë. Apo, e ti i madhë, natë mëdhej, moshës rritur, njerës të pjek, ende se ka kuptu se agjërimi është mu pastru të Allahu subhanahu wa taala. Vepër e cila shpresohet të Allahu xhel xelalu me shpëtu ditën e kiametit, me dal, me kalu urën sirat Allah na mundsof ya rabbul alamin. Andaj të kemi kujdes në veprat tona, të kemi kujdes në sjelljet tona, ta kallzojna përpara Zotit, po para njerëzve, po para gjithëve, se me të vërtetë jena agjërus, me të vërtetë jena musliman, me të vërtetë jena të devotshëm, që nuk gënjejmë, nuk manipulojmë, nuk bëjmë dallavera, por i Zotit te bareke ve teala, se Allahu na ka urdhëruar. Jo njërë thot, marrë, ani marrë, po fillim për Zot, për Allahu subhanahu wa taala. Sikur që ninon për Allah, banë edhe për Allah. Andaj, sikur që nuk e dëmton kërkan agjërimi jot, mos sa dëmtoj kërkan as dora jote, as gjua jote, as tastatura jote, as kompjuteri jot, as veshi jot, as kur gjë hiç. Për këtë arsye, kjo është një agjërim i pastër për të cilin ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa innahu li, kjo është jemi. Ç'ka jemi? Ditën e kiametit, më na thënë Allahu, bëra agjërimin tëm, shpëton te Allahu subhanahu wa taala.